A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nëse të dashur, vazhdojmë me seminarin. Sot kemi një ndër burimet kryesore të shariatit, sipas Elisonetit, është edhe çështja e qiyasit, analogjisë ose krahasimit. Para se me folë rreth kësaj temës, desha me folë diçka si hyrje, një ndër pikat kryesore që me kuptu më mirë qiyasin është me kuptu disa pika, më thonë, disa qëllimet madhore të shariatit. Një ndër ta është edhe çështja që feja jonë është e arsyeshme, është e logjikshme. Pasi që është një fe që e kap truni, e kap logjika e shëndosh, është e rrugës me pas qiyas. Kjo është një ndër pikat, më thonë, është pas me folë për qiyasin, me folë rreth kësaj çështje. Pra më feja jonë është e logjikshme, është e kapshme, nuk vjen ndesh me logjikën e shëndosh kështu me radhë. Pika tjetër që është më rëndësi me diskutu para se me hin qiyas, feja jonë është universale. Nuk është për një periudhë caktuar. Kështu që më thonë, deri në kiamet do të vazhdojnë këta rregulla, këta dispozita. Për arsye, më thonë, ai që kupton këtë çështje që feja jonë është universale deri në kiamet, më mirë kupton qiyasin. Dhe vjen përfundim që duhet me pas qiyas, edhe kështu është, më thonë, sipas Elisonetit. Pika tjetër që është më rëndësi me përmendën, dispozitat e Zotit, më thonë, nuk kanë thjesht vetëm urdhëra, por më thonë në to ka dhe urtësi, ka hikmete. Edhe gjithë feja e Zotit, më thonë, është me urtësi dhe me hikmete. Ndoshta ndonjëherë na qartësohet urtësia ndonjë ardhurimit, por shpesh ndoshta edhe nuk e kuptojmë pse Zoti na urdhon me disa obligime. Sikur shembulli namazi akşamı ka 3 rekate. Pse i ka 3 rekate? Në logjika e shëndosh s'mund me kuptua. Po kemi disa gjëra të fesë që mund me kuptu urtësinë pse Zoti ka ndaluar. Shembull alkoolin, Zoti ka bërë haram. E çka është urtësia? Arsyeja pse Zoti e bëni haram? Për shkak dehjes që e ka. Për shkak ta prish trunin, ta me logjikën e kështu me radhë. Pra janë disa çështje me na fesë janë të kapshme, logjika i kap. Po kemi shumë tjera që ndoshta logjika nuk ka mundësi, më thonë, me ndërhidhe mi kuptu ata çështje. Pra kjo ishte si hyrje sa i përket, më thonë, meselës së qiyasit. Tash do të himi tek tema kryesore, pra më shka i bie definicioni i qiyasit. Fillimisht, më thonë, qiyas i bie takdir, i bie matje, diçka me mat. Një kuptim tjetër e ka, më thonë, el musawat, me bu krahasime mes dy gjërave. Pra këtë mana e ka, më thonë, analogjia qiyasi. Shikuar nga aspekti, më thonë, gjuhësor. Kurse nga aspekti, më thonë, shariatit, ulemat e usulit, më thonë, e definojnë qiyasin duke thonë hamlu far'in ala asl. Fi hukmin bijamin bainahuma. Kështu thonë ulemat e usulit që i bie, më thonë, bartja e një ligjit bazë, me marrë një çështje fetare, që është bazë, ka argumente nga Kurani dhe Suneti, në një çështje tjetër që është sekundare, ose me një meselë të re, që se ka përmend shariati. Pra e merr një meselë që është shariat, e krahason me një meselë tjetër që s'ka bazë në shariat. Por çka ndodh? Për shkak arsyes së përbashkët mes tyre. Mes tyre ka ndonjë lidhshmëri. Shembull më i mirë këtë rast me përmend çështën e alkoolit. Do thonë në Islam çfarë dispozite ka alkooli? Është haram. E tash, cila është, më thonë, urtësia pse Zoti e ndaloi alkoolin? Ulemat kanë thonë është shkaku është deja. Po tash pijet e reja që dalin. Nëse një pije ka këtë arsye, këtë logjik që ta e deh personin, domethënë këtë çështja e re që është bashkëkohore e merr dispozitën e alkoolit. Pra kjo është, më thonë, kjo është qiyasi. Më thonë, çështje, më thonë, mesele fetare, që nuk kemi argument të qartë drejt për drejt, e krahasojmë me një mesele që është, më thonë, në kohën tonë. Pra kjo ishte. A ka argumente qiyasi? Allahu ka folë për qiyasin në Kur'an, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend çështjen e qiyasit. Do të përmendem disa çështje. Fillimisht më thonë është hadithi Muadhit, radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e dërgon në Yemen, e ka përmendur edhe hoxha Mirsimi,
Aty e ka pyet Muadhin, me çka ti më gjykue? Ka thonë me Kur'an. Nëse nuk gjen Kur'an, do të gjykoj me sunetin e pejgamberit. Nëse nuk gjen sunet, atë ka thonë do të bëj ijtihad. Ka thonë ulemaja, ky argument vlen edhe për kiasin. Se kiasi është një ndër format e ijtihadit që e bën ulemaja. Nëse për një çështje nuk ka ndonjë argument drejt për drejt, ulemaja bën ijtihad duke u bazuar në argumente të tjera të shariatit, edhe vjen me një vendim të caktuar për një meselë të caktuar, ose vjen në përfundim se kjo meselë është haram, duke u bazuar në filan meselën. Pra kjo më thonë është hadith i madh. Gjithashtu për kiasin është argumenti edhe xhmaja. E përmendëm edhe dje, nëse xhmaja ka ardhur për një çështje të caktuar, ne nuk na takon edhe me pit argumenti ku është. Ulemaja s'kan ardhur rastisht me thonën që ka ixhma çështjen e kiasit. Argumenti tjetër që flet për çështjen e kiasit, që ka bazën shariat, janë ajetet dhe hadithet që flasin në meditim. Gjithë ato ajete që janë në Kur'an, edhe ato hadithe që flasin që thret Zoti dhe pejgamberi sallallahu me meditue, mund të shërbi edhe në meselën e kiasit. Ka se kiasi ka analogji, do ka logjik, e merr një çështje fetare, e krahason me një çështje tjetër. Pra gjithë ato argumente që flasin për këtë meselë vlen, më thonë, edhe për çështjen e kiasit. Gjithashtu ulemaja përmendin një argument interesant, e përmendin që Zoti thot Kur'an në dy vende, e përmend që kemi zbrit Kur'anin edhe mizanin peshore. Ibn Qayyim i thot mizani në këtë ajet është për qëllim kiasi. Pra Zoti thot kemi zbrit Kur'anin me të drejtë edhe mizanin dhe peshorën. E peshora, thot Ibn Qayyim, është për qëllim kiasi që është tek ehli suneti. Pra këta, më thonë sa i përket argumenteve të kiasit. Ta ndojmë të meselë tjetër pika me radhë, të janë më thonë shtyllat dhe kushtet e kiasit. E përmendëm edhe dje edhe xhmaja ka kushtet e veta, me qenë i sakt, edhe kiasi i ka më thonë disa kushte. Ato janë 4. Më thonë kiasi i ka 4 shtylla kryesore. Shtylla e parë është el asl, baza. Çfarë vjen kjo? E marrë një çështje fetare bazike që është shariat. Sigurisht është shembulli i alkoolit. A ka bazë shariat që është haram? Po. Kjo është fillimisht një kushti, më thonë, shtylla kryesore e kiasit është baza. E marrë një çështje fetare që ka bazë në shariat. Shtylla e dytë është hukmul asl. Më thonë, që kjo çështje në fej, me përkthye ligji i bazës, e dyta, e para ishte baza, ligji i bazës, e dyta, i bie më thonë çfarë dispozite ka kjo çështje në sheria, duhet marrë në përfundim që është haram. Shem alkooli, kemi argumente. E dyta, e kemi më thonë gjykimin e alkoolit është haram. Kjo është më thonë ligji i bazës. E treta, çështja e re, el farr. Në shtylla e tretë, el farr, i bie çështja e re. E marrë meselën që është bashkëkohore, ose për atë çështën që s'ka argument, edhe normi dhe analizojmë. Çka ka të kjo meselë? Dhe shtylla e fundit është, më thonë, el-ille, më thonë i bie arsyeja e përbashkët. Çfarë normi të kjo të shtylla e 4, marrë meselën, fillimisht e kemi shikuar që çështja është, më thonë, nëse ka bazë alkooli. Tani kemi marrë përfundim që është haram. Tani më thonë kemi shikuar çështja e re që është ndonjë pije që është, më thonë, skurvera ose pije tjera që dalin, e marrëm dhe analizojmë. E shikojmë çka është urtësia, pse Zoti e bëri haram alkoolin, çka është urtësia e kësaj, themi që ille, arsyeja është më thonë dehja. Kështu që më thonë, në këtë formë, më thonë ulemaja me këta rregulla, me këta shtylla, vin përfundim për një çështje të re që s'ka drejt për drejt argumente, edhe vin me fetvan që është haram. E kush e bën këtë punë? E bën normal, e bën mujtehidat, e bën ulemaja. Pra më thonë me qiyas, pse nuk kemi argument drejt për verën ose lloje tjera të pijes, themi që është haram. Duke më marrë me thonën, po s'ka, nuk kemi ndonjë citat nga Kurani apo Suneti që drejt për drejt është haram. Themi vërtet nuk ka, po rregullat e përgjithshme të shariatit aludojnë me qiyas që kjo vepër më thonë është haram. A kupton? Ta marrim një shembull tjetër, me çën më e qartë meselja. Shitblerja në vaktin e gjumos. Ka ajet kur Allah thot mos bëni shitblerje. Kur thirrë ezani për xhami, Allah thot shkoni në xhami,
Edhe mos bëni shitblerje. Meselja shitblerja. Dalmi praktikojmë këta rregullat. E dyta cilla ishte ligji i bazës. Kjo çështje me bosh shitblerje në vaktin e xhumos, çka është meselja? Është ndaluar, është haram. Tani dalmi te një mesel tjetër, duke thënë unë sa do bosh shitblerje, unë jam të punuar, po punoj të shtëpia diçka. Themi puna, këtë rast, se mami shemë në punës. E çka është urtësia, pse Zoti e bëri, më thon haram shitblerjen vaktin e xhumos? Po shok që është pengesë nga namazi. Themi ashtu siç është shitblerja haram, edhe punë tjera që i përkasin që ta merr kohën vaktin e xhumos, edhe ata punë janë haram. Nuk kemi dhahiri me thonën vallai Zoti ka ndërruar vetëm shitblerjen, këta punë tjera mund të punuar. Mund të punë të shtëpia, mund me hes, me shëtit, mund të thonë po plot punë tjera më bë. Jo themi që edhe punë tjera, sikur edhe shitblerja, edhe punë të tjera ngjashme me shitblerjen ndalohen vaktin e xhumos. A kupton? Shikoj ulemoja me këtë mesele, me qiyasin, që zhvil me përfundime të reja, ndoshta Allah dhe pejgamberi s'ka përmend Kur'an. Pra kjo është qiyasi. Gjithashtu kanë përmendur ulemoja një shembull, edhe një shembull tjetër, me hëngër pasurinë e jetimit. Në Islam çfarë është dispozita? Është haram. Pra e para mesele asli është ngrënia e pasurisë së jetimit. Shkojmë te e dyta, hukmul asl është haram me hëngër pasurinë e jetimit. E treta, ferr, po me marr me uzurpua me ja vjedhën pasurinë e jetimit. E themi në jetën gjë, e themi çka është urtësia pse Zoti ka ndaluar me hëngër që kjo është prona e jetimit. Po çdo formë tjetër që i bëhet dëm pasurisë së jetimit ndalohet. Edhe nëse nuk e ke hëngër formalisht ashtu siç është përmendur në jetë. Ndoshta forma tjera, ja ki në përkëmbë, pasurinë e jetimit. Pra kjo është, sa i përket edhe disa shembull rreth qiyasit. Këto ishin shtyllat. Do të përmendim disa kushte. Prej kushteve që kanë përmendur dietarët te qiyasi është kanë thënë që me qenë mesela muhkem, mos me qenë mensuh, po me qenë një dispozitë që vazhdon gjykimi ende deri në ditën e Kiametit. Nëse është një meselë që është mensuh, që ka kaluar, është abroguar më herët, nuk bëjmë qiyas me këtë çështje. Pra qiyasi nuk bëhet me çështje që janë abroguar, në shariat. Po bëhet, qiyasi vetëm me çështje që janë muhkem. Çështja tjetër kanë thënë ulemaja, bëhet qiyasi me çështje që janë ma'qulul ma'na, që janë të kuptueshme, sipas logjikës tonë. Shembull, si tha pak më herët, s'muna me kuptuar numrin e recatave, pse Zoti e boni 3 recate, a kështu me Yasin 4. Por te alkooli e kuptojmë urtësinë. Pra qiyasi bëhet me çështje që janë të kuptueshme, urtësia e tyre. Kurse nuk bëhet qiyasi me namazin, me do ibadete që nuk ju dihet urtësia pse Zoti na ka urdhëruar me atë adhurim. A kupton? Kjo është një ndër kushtet. Gjithashtu kanë thonë ulemaja për kushteve është, meselja mes me qenë ndërtuar me asli, mes me qenë ndërtuar me qiyas. Po të me qenë, ndërtuar me një asl që ajo, në vetveti është mesele, për dispozitave të Allahut. Nuk është, s'muna me marrë një çështje e përmendëm më herët çështjen e birës ose verës. S'muna me marrë verën si asl, tani me ndërtuar mesele tjera. Po e marrë me alkoolin, e tani ndërtojmë mesele tjera. A kupton? Kjo është më. Gjithashtu kanë thonë ulemaja, meseja duhet pas mu vërejt që ka ille, që ka arsyetim. Nëse është një çështje që nuk vërejt arsyetimi, nuk mirët për qiyas. Pa këto ishin disa kushte sa i përket meselës të kushteve dhe shtyllave të qiyasit. Tani ndalemi te mesela tjetër me radhë, llojet e qiyasit. Ulemat i dojnë qiyasin në disa lloje. Kemi qiyas gjeli, qiyas i qartë, që është e alkoolit. Është shumë haptazisht shihet, urtësia, pse Zoti e ka ndaluar alkoolin. Po kemi qiyas khafi, qiyas që është i fshehët. Ndoshta kërkohet shumë me bë analiza, me bë shumë ijtihad, që me kuptu urtësinë pse Zoti e ka ndaluar. E kjo të ka më shumë ulemave, dietarëve, ata ndonjëherë e nxjerrin një urtësi ndonjë urdhë të Zotit që çudit me na çish ka përfundim me këtë urtësi. Ata shikojnë në aspektin gjuhësor, në aspektin që ajete, renditja e ajeteve kështu me radhë, edhe vim përfundim filan çështja, urtësia është kjo pse Zoti ka ndaluar. Apo është një lloj qiyas khafi, është i fshehur, nuk është shumë i qartë.
Lloji tjetër qiyas është qiyasu illa, dhe tash që folëm, qiyasi është me ka aty ulsi. Një qiyas tjetër, një lloj tjetër qiyas është qiyas dalale. Çka bëj qiyas dalale? Von qiyasi me shenja dhe me gjurma. Zoti subhanahu wa taala disa vende në Kur'an për me tregue që ka kudretin e madh. Mund me ringjall të vdekurit për dyti herë, e merr shembullin e krijimit juaj. Allah thotë shikoni krijimin e juaj në fillim, do ta kuptoni se ky Zot që na kriju neve në fillim, ky Zot ka mundësi me na kriju neve, me na ringjall neve për dyti herë në mahsher. Ky Zot bën qiyas. Por është një lloj qiyasi dalale. Përmes këtij krahasimit, që është krijimi i njeriu në fillim, Zoti bën qiyas me na kallëzu neve që kudreti i Allahut në fillim krijimit të njeriu aludon në kudretin e tij që do të ndodhe në mahsher. Por Zoti është lehtë, pasi ka qenë lehtë fillimi i krijimit të njeriu, kështu që edhe tani përsëritja me rakyut për Zotin është edhe më e lehtë. Këtë si Allah thot në Kur'an, inna alladhi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir. Allah i cili më thonë ju ka kriju ju në fillim, ky Zot është ai i cili më thonë ju krijon juve edhe përsëritje herë, ju ringjall në mahsher. Pra shikoj më thonë Zoti bën qiyas edhe e tregon më thonë madhështinë dhe kudretin e tij. Në formë tjetër qiyas është qiyas mal fariq. Qiyasi që me ndonjë Zoti vjen me një ndalesë, e themi ndalesa shumë e kufizuar. Ne i heqmi disa pengesat të këtij kuptimit edhe vim me shumë dobi tjera. Sikur shembulli është Allah ka thënë Kur'an wala taqul lahum uffin. Mos i thuj prindve tuaj edhe uf. Kështu është ajeti. Mos i thuj prindve as uf. Dikush thotë hoxha, Zoti ka ndalu ufin, më thon prindin, kështu që a lejohet me rrej prindin? Themi Zotin e ka ndalu ufin, kjo çka i bie? Bëjmë qiyas. Pasi ndalohet, më thon prindit edhe uf, kështu që çdo dëm tjetër që i bëhet prindit hin te kjo ajeti. Zoti ka përmendur atë më të voglën. Mos e bër punën që edhe prindit thotë uf, nuk tregon pak kënaqësi ndaj evladit vet, edhe kjo ndalohet. Por kjo i bë që gjëra të tjera më të rënda në rend të parë ndalohen. Edhe ulema kanë bërë qiyas, edhe gjitha forma të tjera që e shkaktojnë prindin e çesin pozitë keqe, edhe ai nije të keq, edhe zemërohet, gjitha ato lëvizje, ato vepra, ato punë, ndalohen mbas të ajetit mos i thuj prindit, asuf. A kupton? Me qiyas, vimi në përfundim që me këta detaje tjera. Është një çështje tjetër qiyasi shebeh, qiyasi i ngjasimit. E marrim ulemat një çështje dhe e ngjasojmë një çështje tjetër. Ulemat kanë përmendur si shembull çështja e muzikës. Shembull nëse dikush e shlemi muzikën, veglat muzikore në Islam sa dispozita janë haram. Po nëse dikush e bën zanin kënon sikur mi shtu veglat muzikore, a me të njëjtin dispozit, sipas këtij rregullit, edhe nëse dikush kënon me ato dhunti Zoti që ka dhënë me zonin e mirë, nëse i përngjason veglat muzikore, e merr dispozitën e haramit. Shkëlim përmes qiyasit shebeh. Gjithashtu është një formë tjetër e qiyasit, një lloj tjetër, qiyasul aks, e kundërta e asaj. E kemi këtë hadithi për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe personi kur i afrohet gruas vet marrëdhënie, ka sadaka. Sahabët janë çuditë, Allah sallallahu dhe këtu ka shpërblime, personi me bë me grynë e tina halal që e ka me bë marrëdhënie ka shpërblime, pra sa thotë po. Thotë a ka gjuna, bën qiyas me sa. A ka gjuna nëse i afrohet një gruas të huaj, a merr mëkat? Sa thotë po sa. Kështu që nëse i afrohet vetes në halal, ka shpërblime. Shpërblimi sa ka bë qiyas. Ka bë qiyas duke treguar të kundërtën e meselës. Edhe kjo është një ndër format e qiyasit. Kjo është sa i përket llojeve të qiyasit. Mesela tjetër më radh, rrugët me të cilën vërtetohet arsyeja. Është një mesele në librat e usulit, Masalik al-Illa. Është një kapitull, në veçantë që ulemat kanë studiuar, çish mi kuptuar ato arsyet e një çështje fetare. Për shembull, alkooli është dehje, por ka shumë çështje tjera janë shumë vështirë mi kuptuar. E këto ulemat kanë përmendur ka disa lloje, disa rrugë kemi se si kuptohet arsyeja. E para, ndodh shpeshherë
që Zoti na tregon vetë ndonjëherë ndonjë arsye. I themi është lloji i parë. Për rrugëve se si ne e kuptojmë arsyeën e një çështjes, është me ardhën nasi. Vjen argument na tregon që për filan meselën është kjo arsye. A kupton? Kjo është një formë. Gjithashtu ne ndodh që ka argument, por nuk është i qartë argumenti, po tërthorazi na jep shenjë që kjo është arsye. Dhe kjo është një formë tjetër e një rrugë tjetër e kuptimit të arsyeve të dispozitat të Zotit. Kjo ishte më thonë sa e parë ishte argumentin na tregon. Qoftë ajo qartazi apo tërthorazi. E dyta, ixhmaja. Ne kemi për disa çështje ka ixhma të ulemat se është kjo arsye pse kjo çështje ndalohet. Është ka ixhma të ulemat që deja është më thonë arsye pse Zoti e bëri haram alkoolin. Ka ixhma. Më thonë, nuk kemi një argument, po ulemat ka ixhma që deja është për qëllim. Te ndalesa e alkoolit. Do të tani edhe një çështje e treta me radhë për formën, për rrugës se si më thonë arrim deri tek ille, është edhe istimbati. Ulemat në herë më thonë duke bazuar me shumë rregulla të shariatit, duke bërë lumtime të mëdha, vjen përfundim se filan çështje, edhe nuk ka argument të qartë, më thonë vjen përfundim se është urësia kjo. E kjo i takon më thonë ulemave dietarë. Çështja e fundit në këtë seminar është më thonë disa dyshime që më thonë ja paraqet dikush më thonë kiasit. Është veç një çështje ta përmendi, që është shumë e rëndësishme. Dyshimi është se ne më thonë tek suneti në esencë ndalohet në esencë, më thonë ibadete është haram, ndalesa. Çka i bë kjo? Më thonë në Islam dikush më përmarr me një ibadet caktuar do të më marr me argumente. Shemë nëse thotë dikush filan dhikri është sunet, do të marr me argumente. Në esencë është ndalesa. Gjithashtu më thonë ne themi për çdo meselë çështje fetare ka argument. E disa njerëz që kanë sëmundje në zemër, më thonë, që janë pasues të bidatit, ata kanë shfizuar kiasin dhe kanë hapur këtë derën e kiasit dhe kanë ardhur në përfundim duke e shfizuar këtë rregull shariati që është kiasi, edhe e kanë çekë derë dhe kanë bërë dhe kanë shpik, më thonë, disa bidate. Thotë bëj kias. Themi kiasi ka rregulla. E përmendëm ata kushtet. Shtyllat e kiasit. Nëse nuk respektohen këta shtylla, këta kushte, më thonë, ka mundësi edhe del për rrugës e sunetit. Kiasi ka shumë pi selefit kanë folë fjalë të këqija për kiasin. Për çon kias është për qëllim për kiasin që nuk respekton rregullat. Edhe të ka pasur edhe ulema, që janë dhahirit, e kanë mohu komplet kiasin. Thonë s'ka kias. Nga se kanë pas frikë që mos marr dikush edhe me qitë rregulla të reja, edhe me dalë jashtë rrugës e sunetit. Kjo është ajo frika, më thonë. Edhe ka ndodhur, më thonë, dikush e ka përdorur këtë çështje, edhe kanë shpik bidate të caktuara, më thonë me rregullin e kiasit. Po si kanë respektuar rregullat. Ulema çka thonë edhe iblisi bëri kias. Çka tha? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tha, më krijoi mua nga zjarri, Adem e krijoi tha prej dheut. Boni fjalë kiasi. Po ku përfundoi iblisi me këtë kias? E mohoi urdhën e Zotit. Arsye, thonë ulemaja, kiasi janë dy lloje. Kiasi sahih, që është i vërtet, është hak, dhe kiasi batil fasid, që është i prishur, është i mohum, o nuk pranohet. Pra më thonë, dikush mundu me kesh përdor këtë çështje edhe me shpik disa në. Kurse suneti ata që kanë ndjek, më thonë, suneti ata nuk kanë rah, por më disa që janë pasues të bidatit, ata më thonë mund me shfryzue çështjen e kiasit që me shpik gjëra që s'ka bazë në fenë e Zotit. Këtë arsye, ulema e thonë, suneti është mes dy ekstremeve në këtë çështje. Suneti është mes dy ekstremeve në këtë çështje. Disa më thonë e mohuan komplet kiasin, s'kur janë dhahirit. Nga një tjetër, më thonë, ekstremi tjetër, disa që u xhanuan, më thonë, banën kias pa rregulla, duke mos u kthi rregullave të ulemave, kështu që ata e tepruan duke lënë sunetin. Kurse mesatarja e sunetit që kanë pranuar kiasin, duke u mbështetur, më thonë, në rregullat, në kushtet, në shtyllat që i përmendëm në më herët. Pa nëse respekton rregullat që kanë cek ulemaja, është kiasi i vërtet. Por nëse nuk respekton rregullat, edhe dikush vjen më thonë edhe e nxjerr një çështje fetare që s'ka bazë,
i thejnë, më thonë, është kjas fasit, është kjas i prishëm. Pra kjo është, më thonë, rreth kjas, inshallah, Zotë e mëson përsëri, mbledhemi dhe analizojmë çështje tjera të shariatit. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ju shpërblet, Allah ju nderoft për vëmendjen dhe sabrin që keni treguar me neve.